Në këtë rast, ku po e çon vendin Edi Rama? Edi Rama e çon drejt shpërbërjes së Shqipërisë dhe në emër të investimet po e kolonializon. Nga Butrinti deri në Zvënesi 183 leje të kundralishme në 43 zona të Parlamentit Evropian i dërgoi me shkrim të anulloj dhe ajo vetëm nuk po e anullon, po vazhdon të jap të tjera me investitor të ashtu që strategjik hajdut, jo strategjik dhe paketë e maleve. Vazhdon strategjinë e tia që gjithë do të paguaj shumë rëndë të që për brandheut. Në këtë rast, si mendoni se mund të ndalohet Edi Rama, a mund të ketë një mesazh direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se në Shqipëri pritet të vijë ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Eric Wendt, i cili ka një përvojë ushtarake në të kaluarën? Unë jam vetë diplomat ushtarak. Ai ka qenë diplomat lufte, ka qenë diplomat ushtarak. Tani ai vjen si një ushtarak, i cili ka më shumë vlera për sigurinë dhe mbrojtjen e bashkuar me NATO. Por çdo gjë e zgjidhi Zoti i shtëpisë. Bashkimi Evropian dhe veçanërisht Parlamenti Evropian në mënyrë të vazhdueshme ka deklaruar qëndrimet e tyre kundër kësaj politike anti-shqiptare, antidemokratike, edhe Departamenti i Shtetit a ditë ju miratoi borxhin 302 milion euro në faqen e saj e përcaktoi shumë mirë që është i qeveri jo e krimit, jo e korrupsionit, po krimit më të organizuar ekonomik që ka pushtuar dhe po i pi gjakun si popull shqiptar. Në historinë e Shqipërisë u jam studius i panshëm. Nuk më duhen partitë politike, më duhet Adheu, më duhet Shqipëria, më duhet ky vend i bekuar që u ftuam gjithë të fare. Nuk ka pas tradhtim më të madhe. Nga 1912 deri më sot, Shqipëria sot është pikpyetje për 28.000 km2 dhe ekzistenciale. Prandaj Edi Rama vati dita 72 dhe protestave masive nuk jep dorëheqjen, se po të ishin demokratë shqiptarë që fillim fare që zhytur thellë dhe nuk e lë Izraeli, nuk e lë Serbia që shërben dhe nuk e lë Sorosi me tjerat. Pra problemi shumë madhor. Pra nuk është aq i thjeshtë dhe populli po lodhet demonstrata që të largohet ky ndyrësir dhe s'po akoma. Zoti Limaj, në këtë rast, a mendoni se Amerika mund ta shpëtojë Shqipërinë ashtu siç bëri presidenti Woodrow Wilson në vitin 1920, apo situata tashmë ka ndryshuar? Amerika ka interesa të mëdha në gjithë botën. Dhe keni parasysh se shpërfaqëson Shqipëria në raport me botën, me Europën dhe pjesërisht me Ballkanin. Ne jemi një vend do ishim zvisur sot. Vend i lullzuar, sepse po të shikosh pasuritë kombëtare ka nën toksore mbi toksore, natyrën, njerëzit, si përfaqen sot Shqipëria do ishte në zvisër me të ardhurat, po është bandë kriminale më ashpër që ka patur që nga 1912 deri më sot. Ahmet Zogu nuk ka bërë gjë fare në krahasim me këto që bën Edi Rama. Ne në universitet mësonim historinë kundër Ahmet Zogut. Shikoni që ka bërë Edi Rama në krahasim me Ahmet Zogun. Si konsideroni faktin që Serbia pritet të hapë një konsullat të saj në Shkodër? Po, në kanalin televiziv tjetër shpjegova që kjo është vazhdimësi e strategjisë Edi Ramës, i cili shërben në mënyrë besike Beogradit dhe ka braktisur Kosovën. Unë jam diplomat dhe e di mjaft në konventën e Vjedhës dhe dokumentat tjera ndërkombëtare ku hapen ambasadat, ku hapen legatat dhe ku hapen konsullatat. Konsullata që po hap Serbia realizoi qëllimet e saj që ka pasur historikisht që nga vitet 1956 me shtetet tjera kufitare për të ndarur influencën e saj Shqipërinë në 3 zona të mëdha. Dhe Shkodra ka qenë pika kryesore e Serbisë dhe realizoi me Ramën. Dhe shikoni, të gjitha vendime dhe ligjet Edi Rama bën fshehurazi dhe ato shpërthejnë befasisht. Ne mësuam hapjen nga ministri i jashtëm i Serbisë dhe jo nga ministri dhe kryeministri i Shqipërisë, merrni mend.
konsulata hapet në ato kur ka minoritet. Shikoni në qarkun e Shkodrës, si pas të dhënave zyrtare, Serb dhe Malazes janë gjithsej rreth 47-50, gjithë qarku Shkodrës. Pra, nuk ka asnjë lloj shifre bindëse për minoritet serb në Shkodër. E dyta, nuk ka investime të nivelit të lartë strategjik Serbia në Shkodër që të monitorojë to. Pra, do hapet një zyrë agenturore serbe në Shkodër për vazhduar realizimin e qëllimeve të saja që ka pat gjithmonë për të hapësira. Zoti Limaj, si mendoni pse ndodhin të tilla veprime nga ana e kryeministrit Edi Rama? Është i kapur, i shantazhuar nga Beogradi apo ka diçka tjetër në mes? Unë nuk kam asgjë personale me Edi Ramën. Pavarësisht çfarë ka bërë ai, unë kam me atë dheun tim. Ju duhet kuptoni mjaft mirë që prandaj bota ka bërë 2 herë nga 4 herë kryeministrin. Pra shikoni Gjermaninë, Anglinë, pra 2 herë nga 4, ndërsa Berisha me Rama, Rama dhe Berisha nuk e bën të ligje përjashtuan për të qenë mbretër dhe për të solë dramë Shqipërisë. Prandaj janë 2 probleme. Në radhë parë një herë Edi Rama shqeri pa shkollë, pa arsim, pa kulturë. E ka shpjeguar. Ka marruar shkollën për pikturë që s'ka lidhje fare me kulturën shtetërore. Nuk romat, nuk është ushtarak madhor, nuk është ekonomist, nuk është politikan. Pra, erdhi dhe mori një pushtet gati me dhunë për ta çuar në situatë të krim dhe është në kaos Shqipëria. Të zhvillimit politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak. Të gjithë elemente kryesore të shtetit shqiptar janë të rënuara. Ne sot kemi shtet kryeministror, nuk kemi shtet parlamentar, sepse kuvendi është varësisë të tija, presidenti noteri tija, ushtria po ka marrë fund fare, nuk ke asnjë avion dhe asnjë helikopter ushtarak për mbrojtje. Kupton apo jo? Shqipëria është udhkryq dhe diplomacia dhe politika jashtme është krizën më të madhe. Edi Rama ka braktisur alatën strategjik, braktisi Amerikën, braktisi Turqinë, braktisi pjesërisht Italinë, si alatët kryesor tanë strategjik, dhe këtë ja ka dhënë Izraelit, i cili nuk është alat strategjik me vendi kuvendi, nuk është antar i NATO-s dhe nuk është superfuqi ushtarake rajonale. Shqipërinë ka futur sokak. Si mendoni pse e ka zhvendosur këtë raport të marrëdhënieve strategjike nga Turqia drejt Izraelit, duke qenë se në aspektin ushtarak me Turqinë ishin edhe marrëveshje të tilla që mund ta fuqizonin më tej ushtrinë shqiptare? Unë kam qenë atashe ushtarak i Republikës Shqipërisë në Republikën e Turqisë në 2001 dhe kam qenë në hartusit e atyre marrëveshje koordinatori dhe realizuesja i 18 marrëveshje ushtarake. Dhe në atë periudhë ishte vetëm shteti i dha mbështetjen maksimale politike dhe ushtarake për dalë Shqipëria nga ajo krizë e madhe e 97 dhe mbrapa. Dhe të gjitha marrëveshjet e bashkëpunimit ushtarak me Turqinë, me Pasharimanin, me Akademinë, me Brigadën Komando, me trupet speciale, me industri ushtarake, u vuri kryq dhe ja ka dhënë të gjitha Izraelit. A ishtë non grata në Turqi sot dhe pardje një analist turk, nivelli shumë lartë e shpjegonte mjaft mirë çfarë pasojë ka sjellur marrëdhënieve dy parshe dhe besimin reciprok, sepse Edi Rama realizoi qëllimet strategjike të Izraelit për të dalur në Mesre dhe për të dalur në Ballkan me Greqinë. Greqia i dha Kiprun e Jugut, Edi Rama i dha Sazanin dhe na bë pjesë e Ballkanit dhe territorit Shqipërisë. Pra, si komandohet dhe si për pjesë e tyre do i vërtetoj koha dhe historia. Faktet janë të dhimbshme. Ai komandohet nga Izraeli, komandohet nga Beogradi dhe nga pjesë
e Amerikës, e cila ka bashkëtur historikisht me Sorosin.